Musliman, shumë për trive i kena pa kur dojnë me drejtu safin, e menojnë mirë, ama veprimin e parë që ka bajnë, i zgjenojnë kamët. Vesh qife qështu. Në momentin që i kum zgjenu kamët, one realisht e kum bloku këta. Kytë është i përmarë të one, kytë do të menajt shtrend. Këta nuk e ban kërkosh vajën. Do më thanë, ma e men mirë, mas pari e bashkon krahin me krah. Kjo, tani i bashkon kamët, ama krahin. Ma e men, tash po ta tregoj me muri për me kuptu mirë. Në qofë se kupton këta, besoj që s'ki me pas ma problem. Shove musliman, gjithmonë në saf paramendohet këta që i kiknejna e ki si muri. Do më thonë, në qofë se afrohesh kështu me krah, atëre e ki let mu afru edhe me kamë. Ama, bane u afrove njëherë me kamë. Ti me krah së në afrohesh ma. E qartë? Do më thonë, e afron njëherë gjithmonë krahin. Tani, e drejton ma e men qëta, që kjo është muri për ty. Kur mos e zgjeno kamët ma shumë se sa që e ki krahin. Shkak se i kina pa do, zgjenon kështu e zgjenojnë kamët. Aje e menon për mirë, po ashtu e blokon safin. Do me thonë, kjo është muri për ty. Edhe kjo kënena është muri për ty. Ti i zgjenon kamët bash sa e ki krahin, as njëherë ma shumë. Nuk po folum për në zgjerim të vogël, nëse ban ma shumë nuk ka lidhje ma shumë ose ma pak. Mirë po, në bazë është sa ki krahin i zgjenon kamët, as një tro ma shumë, jo këtë zgjerim, por shkak se kë nuk është i mirë. Kështu që monau me u afru ka mesi i safit. Por fund po thamë, në qofë se në mesin e safit, imamin e kam qito, atër në afrohen atë këtu, me krah, edhe zgjenoj kamën sa kam krahin, a i tjetëri, në qofë se donë me ba, e ban edhe ai, në qofë se jo, të rrën qështo. Nuk zgjenohesh ma shumë. E lusëm Allah në asë vëgjërë me na falë.